Prej më shumë se 11 muajsh, ndërmarrja e shërbimeve dhe punëve publike në Shkodër ka ndërmarrë një proces të rëndësishëm transformues, heqjen e kabllove të varura nga fasadat e pallateve. Një problem i vjetër që për vite me radhë ka cënuar estetikën urbane dhe sigurinë publike të qytetit. Ky fenomen i pranishëm në shumicën e qyteteve të Shqipërisë është kthyer në një rrjet merimange, e cila përfshin rrugicat, hyrjet e pallateve dhe hapësirat e përbashkëta të qytetarëve. Për vite të tëra, telat elektrik dhe kablot e shërbimeve të ndryshme janë vendosur pa kontroll, duke krijuar rrëmuj vizuale dhe rreziqe të vazhdueshme. Ogert Lesha, specialist elektrik pranë drejtorisë, theksoi se kjo nismë tashmë është kthyer në një detyrë të përditshme për punonësit e ndërmarrjes. Ai tha se puna ka sjellë përmirësim të ndjeshëm të pamjes së blloqeve të banimit dhe është mirëpritur nga banorët. Kemi eliminuar rrezikun e kablove të varura, ndërkohë që kemi punuar në koordinim të plot me kompanitë e internetit dhe telefonisë për të garantuar që qytetarët të mos përballen me ndërprerje shërbimesh. Procesi është përqendruar fillimisht në pallatet ku është përfunduar veshja me kapot dhe fasadat e jashtme, duke ruajtur investimet në izolim termik dhe përmirësim të pamjes së ndërtesave. Kjo është bërë me bashkëpunim korrekt me operatorët privat, të cilët kanë riorganizuar rrjetet e tyre, duke i futur në kanale teknike ose trasa të organizuara sipas standardeve. Kjo nismë është pjesë e vizionit të Bashkisë Shkodër për një qytet më të pastër, më të organizuar dhe më të sigurt. Ndërhyrjet do të vijojnë në të gjitha zonat urbane me qëllim vendosjen e standardeve bashkëkohore urbane në bashkëpunim të ngushtë me komunitetin dhe ofruesin e shërbimeve. Ky është një hap konkret drejt modernizimit të hapësirave publike dhe përmirësimit të cilësisë së jetës për qytetarët shkodran, një model që mund të ndiqet edhe nga bashkitë të tjera në mbar vendin. Është një problematikë që ne kemi cekë dhe shumë banor na kanë transmetuar si problematik, sepse ishte bë në shumë vende ishte bë pa aksesueshme, mu futa në hymjen e pallatit për rrjetës së kabllove të internetit. Ne faktikisht si drejtori kemi diku tek 11 muaj që merremi çdo ditë. Është bërë një punë e përditshme. Kjo e jona. Faktikisht kemi vazhduar me zona që kanë qenë më problematike, siç ka qenë aksi Paruz-Xhabie, që është përfunduar nga të dyja krahët, aksi Perashit, që ka mbaruar dhe kapota, dhe aksi Rusit. Momentalisht po punojmë në Ure Ndërvishbek dhe do kalojmë në pjesën e kryqëzimit Degës. Kjo ka qenë vetëm faza parë e punimeve tona. Ne kemi ecur në një punë paralele me gjithë sistemin kapot, që është bërë në një pjesë shumë të madhe të pallateve të vjetra të Shkodrës, dhe kemi asistuar që edhe pamja tjetë ashtu siç e meritojnë të pallatet, realisht kanë pasur një ndryshim kolosal.